në muajin e bekuar të Ramazanit të pyesni për maxhite, për besimit. Muaji i bekuar i Ramazanit është muaj ku Allahu fuqiplot i pengon djajt dhe gjithë aleat e tyre për të bërë gjëra të ndyta në shoqërinë dhe në vend. Po sido që tjetë, unë dua të përgjigjem pyetjes juaj. Besimit, Allahu fuqiplot në Kur'anin e Madhnueshëm thotë se ne e kemi nderuar të birin e Ademit me çka? E kemi nderuar me mendje. O laqad karamna bani Adem. E kemi nderuar birin e Ademit, e kemi dallu prej tëna krijesave të tjera me logjik, me mendje. Edhe gjinin mashkullore, edhe gjinin femrore, se të bitë Ademit jemi edhe meshkujt edhe femrat. Dhe tash njeriu me logjikën e tyj, me ra prej besitnive, besimeve të ulta, me ul nderin e tij, krenarin e tij, edhe me besu në gjëra të kota, është e damshme fillimisht për veten e tij, por edhe për shoqërinë dhe për vendin ku jeton edhe vepron. Ne në historinë islame kemi shumë ngjarje të besitnisë, kur njerëzit kanë besuar në gjëra të kota. Për shembull në kohën e Ibrahimit alayhis salatu wassalam, që kanë besuar në gur, në idhuj. Dhe ka ardhur Ibrahimi alayhis salatu wassalam, po e tregoj shumë shkurt për shkak të kohës, dhe i ka thyer gjithë ata idhuj që kanë besu me përjashtim të madhin e tyre dhe me mjetin që i ka thyer, i ka rënu ato, e ka lanë në qafën e të madhit të tyre të varur, se e ka ditur se rrethi i tij kanë me aludu, kanë me akuzu Ibrahimin alayhis salam për një gjë të tillë. Kur e kanë pyet çfarë ke bë me Zotin ton, ka thonë pyet në të madhin e juaj. Ka thonë po ky nuk flet, ka thonë si është e mundur një njeri i ngritur me mendje, i dalluar prej krijesave të tjera, të beson diçka të kot. Pastaj kemi edhe ngjarjen e pejgamberit tonë të dashur Muhamedit alayhis salatu wassalam, kur e ka liruar çabën prej atyre besitnive, prej atyre idhujve, 360 idhuj që kanë qenë. Mirë po ky jo me dorën e vet, nuk i ka thyer Muhammed Mustafaja për dallim nga Ibrahimi alayhis salatu wassalam, por i ka bind masën, shoqërinë që të mos besojnë në besimet të kota. Andaj edhe misioni i ynë, i hoxhallarëve, i kolegëve të me, edhe atyre që kanë qenë para nesh, edhe atyre që do të vinë pas nesh, është që t'i bindim masën që të kenë një besim të shëndosh. Se njeriu ka nevojë për besim, padyshim që ka nevojë për besim. Edhe njeriu me dashje apo pa dashje e beson Zotin xhaleshanu, i dorëzohet madhërisë së Zotit. Për shembull dimrit, në sinën e dimrit, a del dikush në krah të shkurt? Absolut jo. Pse? I bindet madhërisë së Zotit xhaleshanu, ambientit, konform ambientit që ka. Mirë po, kur njeriu ka situata të tilla që i vyn mbështetja, i vyn besimi, dhe padyshim që kur nuk ka besim të mirëfillt, besim të qiltur në Zotin fuqiplot, ai ka për të mbështetur dikon në idhuj apo në gjëra të tjera, apo ka me marrë informacione nga të tjerët që duhet ta bëjmë këtë, apo të ruhemi prej kësaj, apo të mos pastrohemi filan ditën e kështu me radhë, që bien kundërshtim me porositë hyjnore. Ndërsa sa i përket magjisë, magjit kanë ekzistuar. Kemi po, zotin Ahmeti, prandaj edhe ju pyeta, disa video që kanë qarkullu pikërisht shihen persona, to edhe është diskutuar, ka pasur shqetësime nga qytetarët, diskutime, komente, polemika. Fatmirëse që jemi në muajin e bekuar të Ramazanit dhe flasim shlirë, s'kem kur një farë frikë në asnjëherë, s'kem frikë prej tyre, mirë po me gjitha ta, historia islame na ruan
ngjarje të tilla të magjistarëve, për shembull në kohën e Firaunit, në kohën e profetit Musa alayhis salatu wassalam, kur Firauni i ka mbledhur ata magjistarët më të mëdhej të vendit dhe të asaj kohe për ta mundur, për ta sfiduar Musën alayhis salatu wassalam me argumentet e tij binse, por megjithatë nuk ja ka dalë. Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelaluhu Kur'anin e fillon me suratul Fatiha, që do të thotë elhamdulillahi rabbil alamin, falënderimi i takon Zotit të botrave, dhe e përfundon këtë minel gjinneti wan nas, na ruaj o Zot prej e gjinave, prej krijesave tjera që nuk duken për sy ton, dhe na ruajnë prej njerëzve. Prej cilë njerëz? Prej njerëzve të mirë, prej njerëzve të avancuar, prej njerëzve të dashur, prej njerëzve unifikues ju, po prej njerëzve dashakeq të cilët mendojnë me ato shpirtin e shitur të tyre, me ato gjërat e tyre të ligura, me atë hasedin që kanë, zilin që kanë për të tjerët, t'ju shkaktojnë probleme të tjerëve në trupin e tyre, në familjet e tyre, në lidhjet e tyre bashkëtorë e kështu me radhë.